Përderisa qyteti po ngulfatet nga mbeturinat, institucionet e vendit po ngrisin padi penale kundër ndërmarrjes publike, higjiena komunale Shkup. Komuna Aerodromit dhe qyteti i Shkupit kanë ngritur padi penale lidhur me punën e ndërmarrjes publike, higjiena komunale. Nga komuna Aerodromit njoftuan se kanë ngritur padi kundër kompanisë sepse mbeturinat në komunë nuk janë mbledhur që nga data 15 shtator. Në disa lokacione në komunë, mbeturinat komunale nuk mblidhen nga kontenjeret edhe përreth kontenjereve, gjë që rrezikon mjedisin, përkatësisht mjedisin të cilin lëvizin njerëzit. Për shkak të mbledhjes jo në kohë të mbeturinave shtëpiake, ka rrjedhje të përditshme nga kontenjeret e mbeturinave, të cilat përhapin një erë të pakëndshme dhe hapësira është gjithashtu e shëmtuar. Qyteti i Shkupit ka ngritur padi penale kundër Juliana Spiroskës, kryetares së bordit drejtues së ndërmarrjes publike, higjiena komunale. Në padi thuhet se në periudhën nga viti 2022 e deri më sot, kompania vazhdimisht ka dështuar në kryerjen e veprimtarisë së saj kryesore, që është ruajtja e higjienës në zonën e qytetit. Në prokurim publike në Shkup është ngritur kallëzim penal kundër Juliana Spiroskës nga VMRO DPMN, kryetare e bordit drejtues të ndërmarrjes publike higjiena komunale Shkup, për rrezikim të mjedisit jetësor, sepse për shkak të saj dhe pengesave të saj të motivuara politikisht, kompania ka qenë jo funksionale për më shumë se 3 vjet. Kjo nuk është vetëm çështje mbeturinash, kjo është çështje dinjiteti, shëndeti dhe e së ardhmës. Kontenjera të sërngarkuar me mbeturina, rrugë të mbushura me mbeturina, aromë e këndshme dhe pamje e shëmtuar. Kjo ka qenë pasqyra e qytetit të Shkupit javëve të fundit. Qytetarët shpesh janë ankuar se për shkak të interesave politike, qytetarët po ballafaqohen me problematika të cilat janë jetike.